Bashkia e Tiranës është duke përpunuar edhe riparimin e të gjitha shkollave në mënyrë që ato të jenë gati për vitin më të ri. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, zgjodhi shkollën nëntëvjeçare Fanoli në njësinë administrative nr. 2 për të siguruar që puna e cila është nisur prej disa javësh në 200 godinat arsimore të Tiranës vijon ende edhe gjatë muajit të shkurtë. Krahas rekonstruksionit të plotë që po kryhet në çdo qerdhe dhe kopshte, Bashkia e Tiranës po punon edhe për riparimin e të gjitha shkollave në mënyrë që ato të jenë gati për vitin e ri shkollor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, zgjodhi shkollën nëntëvjeçare Fanoli në njësinë administrative nr. 2 për të siguruar që puna e nisur prej disa vitesh në 200 godinat arsimore të Tiranës të vijojë edhe gjatë muajit gusht. Kemi kërkuar drejtorisë arsimore që në bashkëpunim me bashkinë ti maksimizojmë hapësirat, mos kemi mbidundje në disa shkolla dhe deficit pranimesh në shkolla tjera brenda vjeshtës. Ne do të fillojmë projektin tonë shumë ambicios për ndërtimin e 20 shkollave të reja në Tiranë dhe ajo që do të bëjmë është që shkollat me reputacion do t'u japim mbikëqyrje edhe një shkollë të re, ku ne do t'ju kërkojmë investitorëve ta investojnë të gjithë shkollën dhe pastaj ta zgjasim pagesën ndër vite, marrim shkollat që vitin e parë dhe ndërkohë marrim të gjithë kohën tonë që ajo pagesë e solidaritetit që u fut tek fatura e ujit të jetë një mënyrë se si i gjithë qyteti i Tiranës kontriboni. Kryetari i Bashkisë së Tiranës siguroi se kur të kthehet nga pushimet 1500 nxënësit që mësojnë në një nga shkollat më elitare të qytetit, siç është Fanoli, do të gjejnë një godinë të riparuar. Veliaj tha se motoja e bashkisë për këtë verë është: Kemi filluar një proces në të gjitha shkollat e Tiranës, ku ne çdo ditë po lyejmë, po riparojmë, sistemojmë dhe rikuperojmë të gjitha amortizimin e shkollave që kur fëmijët dhe familjet e tyre të kthehen në shtator nga pushimet, i gjejnë të gjitha shkollat e Tiranës në një situatë perfekte. Dhe motoja jonë është çdo ditë një shkollë që fillon lyerjen dhe sistemimet për të siguruar që mbi 200 shkolla në të gjithë territorin e Tiranës së Madhe të jenë gati për vitin e ri shkollor. Ai theksoi se shkolla duhet të jetë në shërbim të komunitetit.